Si printohen parat brenda fabrikës së dollarit amerikan. Të gjitha parat në xhepin tuaj, dikur vinin nga kjo makinë ekzaminimi, mund ta gjeni në byroun e gdhendjes dhe shtypjes. Byroja është pothuajse fjalë për fjalë një makinë e vajosur mirë. Përveç monedhave, një vëmendje e çmendur ndaj detajeve, ndonjëherë në mënyra që nuk mund t'i shihni, shkon në prodhimin e tyre në atë mënyrë. Ej, familja ime virtuale, jemi sinqert, ky kanal ka qenë shumë më tepër se sa thjesht video. Ka qenë net pa gjumë, ka qenë pasion, ka qenë energjia juaj në çdo koment. Dhe sot kemi arritur 100.000. Po 100.000 nuk është vetëm një numër, është 100.000 zemra. Është ti që më ke ndjekur që në fillim, është ti që më ke motivuar të vazhdoj edhe kur ndoshta s'kisha fuqi. Dhe tani dua të bëj një ftesë të sinqert, jo për të distancuar, por për t'u afruar edhe më shumë. Nëse klikoni butonin Join poshtë videos, bëhesh pjesë e rrjetit tonë të ngushtë, atyre që mbështesin këtë kanal në një mënyrë që ndryshon gjithçka. Do të kesh akses në përmbajtje ekskluzive, live private, backstage dhe mbi të gjitha, do ndihmosh që ky kanal të vazhdojë të rritet, të sjellë më shumë ide, më shumë energji, më shumë dashuri. Nuk është thjesht një subscribe tjetër, është një mënyrë për të thënë, "Oh, dua të jem pjesë e këtij udhëtimi për te ekranit." Ndaj, mendoje Join si një mënyrë për ta kthyer atë energji mbrapsht. Faleminderit nga zemra për çdo sekondë që më keni dhënë. Ky kanal është i yti, po aq sa është i imi. Shtyp Join dhe hajde ta çojmë këtë familje në nivel tjetër. Gjithçka fillon në Washington DC ose Fort Worth, Texas. Rreth 541 milion dollar në ditë dalin nga këto shtyp shkronja në këto dy vende. Me siguri e keni dëgjuar termin para letre, por kjo është e pasakt. Këto flet parash nuk janë të vërtet letër, e cila zakonisht bëhet nga tuldruri. Përkundrazi, ato janë një përzierje prej 75% pambuku dhe 25% liri. Kompania e Paper Crane furnizon materialin e specializuar që futet në këto pirgje parash. Në fakt, kjo kompani ka monopol mbi materialet që po shikoni, sepse ka qenë në këtë biznes që nga fillimi i sistemit kartmonedhave të rezervës federale. Është e palishme që kushdo tjetër t'i posedoj. Siç mund ta imagjinoni, çdo njësi ka karakteristika sigurie të integruara. Nuk do t'i shihni në asnjë nga këto kartmonedha që dalin nga linja e montimit, por ka fibra sigurie të kuqe dhe blu të ngulitura në material dhe të shpërndara rastësisht. Këto kartmonedha kanë edhe veçori të tjera të reja, megjithse nuk përfshihen në asnjë kartmonedhë $1. Ka ngjyra delikate të sfondit. Kartmonedhat me vlerë më të madhe do të kenë një filigram portret që mund ta shihni kur e mbani lart ndaj një drite, tamam si kjo. Ekziston gjithashtu boj që në fakt ndryshon ngjyrën kur kartmonedhat anohen. Ka edhe diçka tjetër. Në të gjitha kartmonedhat përveç $1, ekziston një fije sigurie përmirësuar që përshkruan prerjen kur e mbani lart në një dritë, siç po e shihni tani. Këto fije janë të veçanta. Ato janë transparente dhe shkëlqejnë kur i vendosni në dritën ultraviols. Sytë tuaj nuk mund ta shohin dritën ultraviols pa ndihmë, por ja si duket fija në rast se ishit kurioz. Prerjet e ndryshme do të shkëlqejnë me ngjyra të ndryshme. Çdo kartmonedhë në këto pirgje parash është një dokument sigurie e përmirësuar, por si shumica e pjesëve komplekse të prodhimit, ato nuk u bën të tilla pa planifikim të kujdesshëm. Siç mund ta shihni këtu, dizenjot në monedhë vizatohen së pari me dorë. Pasi të finalizohen këto dizenjo të vizatuara me dorë, ato krijohen pllaka çeliku për makinat e shtypit të byros. Dhe kjo është një detyrë e tërë në vetvete. Shikoni, do të shihni se këto gravura çeliku krijohen gjithashtu me dorë përmes përdorimit të një stilolapsi të quajtur pantograf. Një gdhëndës skriptesh gdhen të dizajnin përfundimtar në pllaka çeliku, të cilat replikohen në këtë shablon printimi të quajtur matricë kryesore. Procesi mund të zgjas 8 ditë nga fillimi deri në fund. Por këto pllaka nuk janë çelik i zakonshëm. Për t'i bërë ballë presioneve ekstreme, që do të shihni së shpejti, ato janë të veshura me krom. Kjo është arsyeja pse duken kaq të ndritshme. Mund ta keni ndjer atë shirit blu dallues në kartmonedhën e fundit për $100 që mbanit. Është ndryshe nga parat e tjera në portofolin tuaj, apo jo? Kjo sepse kartmonedhat moderne prej $100 përdorin atë shiritin 3D për të siguruar një mbrojtje shtesë kundër falsifikuesve. Çdo kartmonedhë ka karakteristika të tjera të përmirësuara sigurie, që fillojnë me pllakat e tyre precize.
Këto karakteristika janë të mundshme përmes një procesi të quajtur mikroprintim. A i keni vënë re ndonjëherë vijat dhe pikat e vogla por dalluese në paratë që mbani? Merrni një kartë monedë dhe kërkoni për to. Do t'i gjeni këtu dhe gjithashtu këtu. Por thjesht nuk do ta gjeni tekstin mikroskopik të vendosur me zgjuarsi brenda tyre në pjesë të caktuara të projekt ligjit. Për shembull, ja një kartë monedë $100. A i vini re jakën e Ben Franklin, fraza Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjendet atje. Fraza SBA është në fund të portretit me shkronja të ngjashme. Mikroprintimi është shumë i vështirë për të duplikuar, kështu që nëse njerëzit që e dinë se çfarë po kërkojnë, gjejnë shkronja të palexueshme, kanë gjetur një falsifikues. Ekziston edhe diçka që quhet printim offset. Ky është një proces që ndodh në prerjet prej $2 e lartë. Është pak a shumë si një proces pikturimi. Këta rula janë të veshur me bojë magnetike speciale. Ata shtypin njëkohësisht një kolazh shumë ngjyrësh në të dy anët e kartmonedës menjëherë. Kartmonedat prej $1 e anashkalojnë këtë proces, prandaj ato ndihen pak më ndryshe nga të tjerat që mbani me vete. Ekziston një lloj tjetër shtypje që lë gjurmë në parat tuaja. Quhet shtypje intalio. Meqense kartmonedat prej $1 nuk i nështrohen shtypjes offset, ato i nështrohen shtypjes intalio menjëherë. Për çdo kartmonedë tjetër, shtypja intalio është hapi i dytë të pas shtypjes offset. Shtypja intalio është faza kur të gjitha tiparet e dukshme në një kartmonedë, portreti, numrat, fjalët e kështu me radhë, vendosen në një kartmonedë të bardhë. Ky proces fillon me ato pllaka çeliku dhe kromi që pat më parë. Shtohet bojë speciale, e cila përshtatet në gravurat, boja e rrjedhshme fshihet, prej andej ushtrohet një presion i madh për ta vendosur bojën në kartmonedë. Boja thahet me një teksturë pak të ngritur, e cila është një masë tjetër kundër falsifikimit, pasi shumë e vështirë të kopjohet. Dhe në rast se po pyesnit veten, procesi i dhëndjes ka printeret e vet të veçantë. Njësoj si printeret offset. Ja ku janë në veprim dhe janë po aq të shpejt, duke prodhuar 10.000 flet në orë si kjo. Por ja çfarë i bën ata unik. Printeret gdhendjeje ushtojnë presion të madh mbi kartmonedat, prandaj pllakat duhet të bëhen kaq të qëndrueshme. Por ata nuk mund të aplikojnë më shumë se një ngjyrë në të njëjtën kohë në fletët e tyre, ndryshe nga printeret offset. Dhe kjo bojë e veçantë do të zgjas 3 ditë për të tharë. Kur ndjeni strukturën unike të një kartmonede, ky është rezultati i shtypjes gdhendje. Çdo gjë në një kartmonedë dollari është standardizuar deri në detaje mikroskopike, përveç një gjëje. A keni menduar ndonjëherë se si secila kartmonedë e merr numrin e saj serial? Këto makina janë vërtet të mira në shtypjen e pirgjeve të kartmonedave, por secila ka një numër serial të ndryshëm, gjë që mund të jetë problem. Në fund të fundit, nuk është si materialet e tjera të shtypura në masë, që marrin numra të ndryshëm. Në rregull, tani që kartmoneda ka kaluar në për këtë udhëtim, është gati për qarkullim, apo jo? Së pari, duhet të kalojë në për këtë makinë të quajtur sistemi inspektimit të monedave jashtë linje. Është një kombinim kamerash dhe softwaresh të specializuar. 2 flete gjysmë në sekond kalojnë në kontrollin e këtyre kamerave. Ato shikojnë të dy anët e një kartmonede njerësh për një paraqitje efikase. Kamerat mund të kapin gabime me saktësi të jashtëzakonshme. Nëse diçka sinjalizohet, një nga këta punonjës do të shikojë nga afër parat. Kartmonedat problematike do të hidhen më pas, por jo e gjithë fleta. Ata do të ruajnë çdo kartmonedë të mirë. Kjo do të thotë që çdo kartmonedë individuale që mbani kalon nëpër një proces unik sterilizimi dhe inspektimi, madje edhe në prodhimin masiv. Kush e di, ai numër serial mund të ketë vlerë shumë më të vlefshme se numri në kartmonedë një ditë. Me inspektimet përfundimtare të kryera, kartmonedat janë gati për ndërmarrë udhëtimin e tyre të fundit. Ky udhëtim i fundit fillon në mjediset e byros në Washington dhe Fort Worth. Kartmonedat kalojnë nëpër këto giljotina, të cilat bëjnë prerje vertikale dhe horizontale, për të siguruar që kartmonedat janë në dimensionet e tyre standarde, 6/14 inç të gjata dhe 2/61 inç të gjera. Nga aty, makineria e grumbullon ato në tulla me nga 100 kartmoneda individuale si kjo, duke i mbështjellë ato me këta shirit që tregojnë prerjen e tyre. Tullat vendosen më pas në këto tufa, dhe tufat paketohen nga ana tjetër në një set prej 4000 kartmonedash. 4 nga pako të tilla vendosen në kuti metalike si këto, të quajtura kuti rëshqitëse.
Rezerva Federale është autoriteti që lëshon ligjërisht të para. Pra, derisa ta bëj këtë, këto kuti rëshqitse do të ngarkohen në kamion të blinduar dhe do të çohen në bankat e rezervës federale në një rrugë të saktë. Ndonjëherë, ato mund të qëndrojnë në kasaforta për vite me radhë, sapo të jenë gati për të përdorur. Rezerva Federale do t'i shpërndajë kartmonedat publikut përmes institucioneve tipike financiare tregtare, si bankat dhe unionet e kreditit, të cilat, nga ana tjetër, u japin ato. Nëse këto kartmoneda zbulohen se nuk janë të vërteta, zakonisht nga një arkëtar banke ose arkëtar, ato do dërgohen në shërbimin sekret të SBA-s, i cili është përgjegjës për mbrojtjen e integritetit të parave të vendit, po ai sa është jeta e presidentit. Tingëllon si një udhëtim i gjatë, por është një sistem efikas, që kushton midis 2.8 dhe 8.6 cent për kartmonedë, varësisht nga prerja. Por kur bëhet fjalë për monedat, efikasiteti nuk është fjala që duhet përdorur. Këto moneda të sapo prodhuara dhe të prodhuara në mas mund të duken sikur po dalin nga një makinë e vajosur mirë, por ka më shumë nën sipërfaqe. Së pari, le të flasim për bazat. Filloni duke pyetur veten, pse qindarkat ndihen ndryshe nga çerek monedat? Pjesërisht sepse janë bërë nga materiale të ndryshme, gjë që është edhe arsyeja pse mund të shihni se kanë ngjyra të ndryshme. Secila prej këtyre qindarkave është bërë nga zinku, por është e veshur me bakër, i cili u jep atyre ngjyrën e tyre të dallueshme të ndryshkur. Çerek monedat janë bërë me bakër, i cili lë këtë përfundim më të argjend, sapo të mlidhen lëndët e para. Këto spirale i presin ato në disje metalike të quajtura boshllëqe që duken kështu. Boshllëqet e refuzuara riciklohen. Andaj monedat kalojnë nëpër makina kalitje, të cilat i ngrojnë ato në një temperaturë marramense 950 gradë Fahrenheit. Pastaj, monedat pastrohen me argjend kundër tharjes dhe kalojnë nëpër avull tharje si kjo. Kjo i zbut ato para se të godasin, gjë që përfshin një makinë përmbyllëse që krijon skajin e ngritur. Këto nuk janë vetëm një siparash, ato janë vepra arti, të nxitura pjesërisht nga mënyra e hollësishme se si falsifikuesit përpiqen t'i vjedhin ato. A i keni pyetur ndonjëherë veten përse Amerika nuk prodhon kartmoneda $500? Na jepni përgjigjet tuaja në komente.